Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite mund të veprojnë së bashku për të stabilizuar tregjet e naftës. Nëse është e nevojshme, tha për Reuters i dërguari i Rusisë për investimet Kirill Dmitriev. Çmimet e naftës u rritën të njëjtën pasi Izraeli i tha se sulmoi centralet bërthamore iraniane gjatë natës, ndërsa investitorët u përballën me frikën e një konflikti më të gjerë në lindjen e mesme, që mund të trashëgonte furnizimet me naftë pa përpunuar. Dmitriev, kreu i Fondit Sovran të Pasurisë së Rusisë, tha se kishte një precedent për veprimet e ngjashme të përbashkëta në vitin 2020. Pati një shembull kur presidenti Putin, presidenti Trump dhe princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman luajtën një rol kyç në stabilizimin e tregjeve, tha Dmitriev në margjinat e Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut. Është herë të flasim për veprime konkrete të përbashkëta, por bazuar në një precedent të mëparshëm. Një veprim i tillë është i mundur, tha ai. Në pranverën e vitit 2020, ndërsa çmimet e naftës ranë ndjeshëm për shkak të pandemisë së koronavirusit, Trump ndërmjetësoi një marrëveshje me prodhuesit kryesor të naftës bruto, Rusinë dhe Arabinë Saudite, për të ulur prodhimin dhe për të qetësuar tregjet. Ngjarjet në lindjen e mesme krijojnë kushte për rritje të çmimeve të naftës. Dinamika e këtyre ngjarjeve do të përcaktojë se sa dramatike do të jetë kjo rritje, tha Dmitriev. Dinamika e rritjeve të tilla e zvogëlon ndjeshëm mundësinë e kufizimeve të mëtejshme në sektorin energjik të Rusisë, tha ai, duke ju referuar diskutimeve të Bashkimit Evropian për shtrëngimin e sanksioneve kundër Moskës.